Rol të rëndësishëm në çdo paraqitje luan veshja. Edhe dizajnatorët kishin stilin e tyre. Kush sa fitoje, kush sa krijoj, kush me kë bashkëpunoj dhe a janë bërë gati për sezonin e radhës, të gjitha këto na i tregon materiali në vazhdim. Jo vetëm këngëtarët që u shpërblyen për punët e tyre gjatë sezonës verore, ana tjetër që marrën pjesën e shpërblimit janë dizajnerët. Bota e modës në vendin tonë frymon në mënyrën e saj sikurse edhe estrada. Për gjatë muajve të këtij viti, stilistët i hodhën idetë e tyre në materiale shumë ngjyrshe para publikut. Idetë e tyre inspiruese nga tendencat e fundit gjetën mënyrat më të mira për t'u promovuar. Krenare Rugova, Valdrin Saiti, Flutra Dedinja e Flora Ljoshi janë disa nga ta që ne i kapëm me syrin e kamerës tonë, për të treguar vetë se si u kaluan koleksionin, sa u shetën e me kë bashkëpunuan. Krenare Rugova e Valdrin Saiti promovuan dizajnet e tyre në mënyra europiane. Idetë e emrat e koleksioneve ata i sollën në realizim. Krenarja, kompilacionin poezi grafike që ngërthente në vete pjesë artizanale të traditës shqiptare e dizajne dekorative autoktone të punuara me dorë, koleksion kë që paraqiste sezonën vjeshtore dimrore, ajo e shfaqi në qendër të qytetit në një skenë spektakulare. Ndërsa, Valdrini, koleksionin e tij Fashion is Dead, Color Bomb, e paraqiti para publikut në hotelin luksoz të kryeqytetit. Koleksion kë që ngërthente fustane glamuroze, shumë ngjyrshe të paraqitura në skenën me arkival të modës së vdekur. Por, si është kënaqësia e tyre për këto koleksione? Koleksioni i fundit për qëtë vit ka qenë për vjesht të dimën 2012, që vjen koleksioni për këtë sezon që po e fillojmë tash. Edhe me qenë se kom prezentu ma herët se sezona dhe ka qenë faktikisht prezent koleksioni këtu, një numër i madh i koleksionit edhe është shit, që është shumë mirë për mu. Ka pas eskalim të pritjeve të mia për shkak se ndoshta edhe koha duhur, sezona duhur, ngjyrat e duara pranverore, verore, edhe njerëz definitivisht e kam pëlqyer të duken Color Bomb këtë verë. Në anën tjetër, Flora Ljoshi koleksionin e saj pranverë e nisi me një ekspozitë të modës, gjë që se la të pakënaqur dizajnerët. Unë verën, ndoshta vitin e kam nisë me një ekspozitë të modës kur kam prezantuar koleksionin pranverë të këtij viti. Gjë që mund ta konsideroj të suksesshme sepse veshjet veç kanë pas është gjetë vlerësi për ato veshje. Flutra Dedinja këtë verë u kujdes vetëm për kërkesat personale të klientëve të saj. Varësisht prej kërkesave të klientave, do të thotë ka pasur prej atyre që kanë kërku fustana ose për pak më vjetër ka pas edhe kostime. Tjetër ka pas edhe veshje të mashkujve që kanë porosit diçka pak më ekskluzive. Ndërsa, si që dim, për kënaqësinë e këngëtarëve e ftyrave publike, dihet se kujdesën pikërisht dizajnerët, sepse këta të dytët i kthejnë idetë e tyre në fustane, që ato të duken super femra ose mashkujt në super mashkujt. Për këtë arsye, bashkëpunimet e tyre me estradën janë prezente, mirëpo nganjëherë edhe jo. Këtë vit që kam punu, ka qenë si viteve të kaluara, Orta Dobroshi, që është paraqit prapë në Cannes. Prezentuesja video festet, Marena, mandi ka qenë Agnesa Vuthaj, mandi ka qenë Leonora Polocka, mandi ka qenë Kaltrina Selimi, mandi ka qenë Genta Ismaili, Leonora Jakupe, e tjerë. Këtë verë kom pas bashkëpunim me Nora Istrefin për klipin e saj 3, Ryva Kajtazin, tash me Dafina Regjepin, si dhe një prej bashkëpunimeve interesante ka qenë me Rita Orën, që i kom asistu 2 stilistët e saj. Unë nuk kam ndonjë bashkëpunim që moj me të cek, që kisha dashur me të cek, për shkak se zakonisht nuk kam marrë
pjesë nuk kam punu për dikon për videospote ose diçka e tillë, diçka publike, ma shumë private. Viti nuk përfundon në gjysmë. Tani për tani, dizajnerët kanë filluar të përgatiten për stinoret paraprake. Brenda vitit 2018 do ta kemi edhe një prezantim tjetër për sezonin pranverë 2013, kështu që ndoshta dy risi i kam në vjet. Valdrin Saiti nuk do të ketë koleksion për vjesht dimër. Ai në prive kësaj radhe zbuloj se çka mund të presim. Tash, për këtë vetë, kom planifiku një koleksion shumë të vogël, të cilin nuk e di ende mënyrën çush do e prezantaj, por e di që do të titullohet Drinke by Drinke, sepse do të jetë shumë personal. Flutra Dedinja për sezon përgatitin një pjesëmarrje në javën e modës në Shqipëri, ku edhe do t'i paraqes fustanet e krijuara nga ajo. Jam e ftuar në Albanian Fashion Week, ku me marrë pjesë me një kolekcion i cili është jo komplet i ri, mirë po me veshje të kombinume prej koleksionit vjetër edhe ka diçka prej koleksionit ri. Ndërsa Flora është duke u përgatitur për sezonun, mirë po ajo s'po mendon për shpenzimet, sepse koleksioni do të ekzistojë, por nuk do të paraqitet në sfilat. Unë e vetë sa kam fillu do të thënë koleksionin e ri që do t'jenë kryesisht gjaketa, duksa edhe pantallona. Kam fillu, nuk kam punu alo shumë, po veç se jam të i realizu disa prej tyne. Edhe ato do t'i paraqes njën nga njën, nuk do t'prez do të më i realizu krejt. Pas stilistët nuk do të zhvillohet bota e yjeve të vendit, mirë po edhe me ta është mjaft e vështirë. Kur të vishësh nga dizajner, do të kesh prezantimin më të mirë në eventin të cilin klienti dëshiron të duket më së miri. U uroj punë të mbar e shitje të kënaqshme të koleksioneve në vazhdim për sezonin që po afrohet me hapa të shpejt. E sa më pak gërshër prapa skenave mes kreatorëve.